Pjesa e 4. Krishtlindja te letrat. Dita e 18. Do të shkoj unë. Në këto ditët e fundit, Perëndia na foli me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri, përmes vetes së tij, pastrimin e mëkateve tona, u ul në të djathtë të madhërisë në vendet e larta. Hebrejve 1, 2-3. Zanafilla na kujtoi se Perëndia ynë krijues është një Perëndi që e mban premtimin. Gjithashtu na mësoi të prisnim që Perëndia të dërgonte dikë për ta ripërtërir këtë botë të rënë, se ky dikush është një çlirimtar dhe se në të do të bekohen të gjitha kombet e botës. Shkrimet dhe profetët na dhanë një imazh të paqartë, edhe pse plot me shpresë, pritje dhe detaje të paqarta rreth planit madhështor të Perëndisë për shpengim. Pastaj u ngjit, na dha një lente tepër të qartë, përmes së cilës mund të shohim se Jezusi është ai tek i cili përmbushen të gjitha shpresat tona, të gjitha premtimet e Perëndisë, si dhe të gjitha ëndjet tona. Megjithatë, ka ende shumë më tepër për t'u shqyrtuar rreth Krishtlindjes, nga letrat e dhjatës së re. Shkrimtari i Hebrejve, për shembull, fillon me një hyrje që duhet të na sjellë sërish në mendje fillimin e Ungjillit sipas Gjonit. Shkrimtari u kujton lexuesve të vet se Biri i Perëndisë i ka folur popullit të tij nëpërmjet fjalës së tij. Ai është agjenti i gjithë krijimit. Ai trashëgon gjithçka nga Ati. Ai është shprehja e përsosur e lavdisë së Perëndisë dhe ai e mban gjithësinë me fjalën e tij të fuqishme. Si profet, ai jo vetëm që flet fjalët e Perëndisë, por ai vetë është fjala e Perëndisë. Si prift, ai jo vetëm që ofron një flijim për mëkatet, por ai vetë është flijimi. Si mbret, ai jo vetëm që sundon mbi popullin e tij për një periudhë kohe, por ai mbretëron kudo dhe përgjithmonë. Ky është ai që qëndronte në grazhd atë Krishtlindje të parë. Siç e kemi vënë re gjatë leximeve tona javën e fundit, Ungjilli sipas Mateut dhe Ungjilli sipas Lukës na paraqesin një kast të tërë personazhesh të Krishtlindjes, me të cilët jemi njohur nga afër. Maria, barinjt, dietarët e kështu me radhë. Ndonjëherë mendojmë për ata që janë më pak të njohur, si Zakaria, Elizabeta, Ana dhe Simeoni. Në çdo stin Krishtlindjeje që kalon, ka të ngjarë që dëgjojmë predikime dhe studime nga këndvështrimi i pothuajse çdo personazhi. Megjithatë, ekziston një përjashtim i dukshëm, çuditërisht, pak prej nesh kanë medituar ndonjëherë për Krishtlindjen nga pikpamja e Jezusit. Letra e Hebrejve na jep një pamje pikërisht nga ky këndvështrim. Te Hebrejve 10, 5-6, shkrimtari shkruan: Prandaj, duke hyrë në botë, ai thot: Ti nuk deshe as flijim, as blat, po bëre gati për mua një trup. Ti nuk pëlqeve as holokauste, as flijime për mëkatin. Ashtu siç i përshtatej këpuca prej kristali, vetëm këmbës së hirushes, këto fjalë që Jezusi po citonte nga Psalmi 40, nuk i përshtaten askujt përveç atij. Perëndia po përgatitej për Krishtlindjen e parë gjatë shekujve të dhjatës së vjetër, sepse të gjitha flijimet e dhjatës së vjetër ishin thjesht hije të realitetit për të cilin ato flisnin. Të tilla flijime përfshinin vdekjen e kafshëve që duhej të shtyheshin drejt altarit. Ato nuk ishin zgjedhje tjetër. Ato thjesht u detyruan të hynin në shërbim. Mirëpo, përpara se të përjetonte jetën si njeri, Jezusi e dinte se roli i tij, flijimi i tij, do të ishte ndryshe. Ai pranoi me dëshirë, në mënyrën më të përulur dhe në rrethanat më të pazakonta, Perëndia Bir mori një trup që ishte përgatitur për të, i përgatitur si shpërbles për shumë veta. Biri e pa këtë botë të shkatëruar dhe njerëzit e saj mëkatar
dhe i tha atit të tij: "Po, unë do të shkoj atje që të jem me ta. Unë do të bëhem njëri prej tyre dhe do të vdes për ta." Ai u pa ju dhe mua dhe tha: "Po, unë do ta bëj pastrimin e mëkateve të tij dhe të mëkateve të saj." Dhe ati i tij e pa birin dhe tha në një mënyrë që nuk e kishte merituar kur asnjë kafsh që kishte shkuar drejt altarit: "Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim." Veprimi që e tërhoqi më së shumti dashurinë e atit për birin ishte ofrimi vullnetar i vetes së tij si fli për mëkatet tona. Jezusi hyri në këtë botë jo vetëm që të mund të kishte një lindje të virgjër në Betlehem, por që edhe ne të mund të përjetonim një lindje të virgjër besimi në shpirtrat tanë. Plani i tij nuk është thjesht që Krishtlindja duhet të kishte ndodhur shumë kohë më parë, por që Krishtlindja, në një farë kuptimi, duhet të ndodhë sot. Nëpërmjet lindjes, vdekjes, ringjalljes dhe ngjitjes së tij në qiell, ai përmbushi përsosmërisht gjithçka që është e nevojshme që burrat dhe gratë mëkatare të përjetojnë një lindje të re të mrekullueshme dhe të hyjnë në përbashkësi me Perëndin. Dhe pasi e bëri këtë, ai u ul në të djathtë të madhërisë në vendet e larta. Kjo është shumë e ndryshme nga premtimi që na jep feja, ku rregullat dhe përpjekjet bëhen mekanizma të kotë në përpjekjen tonë për t'u ngjitur në qiell. Ndryshe nga kjo, mesazhi i Grazhdit është ai i mëshirës çliruese. Në mënyrë të mahnitshme, Perëndia ka marrë iniciativën dhe ka zbritur për të na shpëtuar nëpërmjet Jezusit. Nuk ka pse të bëjmë një udhëtim të gjatë për të gjetur Perëndin, sepse Krishti, mbreti i porsalindur, e dinte cili ishte roli i tij. Cili është reagimi i duhur? Thjesht që të bijem para tij me përulësi, ta lavdërojmë atë me gjithë zemër dhe ta presim me shpresë gjatë gjithë ditëve tona, duke qenë të sigurt për këtë. Për shkak se ai tha: "Unë do të shkoj atje që të jem me ta", ju mund të thoni: "Do të shkoj atje që të jem me të". Për reflektim, si ta kanë inkurajuar sot zemrën këto të vërteta? Si do të duket në jetën tënde pritja me padurim për Jezusin? Foshnja në grasht, biri Marisë, i refuzuar, sot mbi gjithçka. Foshnje që mbarti gjithë shkeljet tona, çdo të metonën mori ai. Kur më i shenjti, biri shpëtimit, gjithë përulësi mbi dhe jetoj. Tash i lavdishëm i madhi shpengues, sot fitimtar është mbi çdo armik. Profetët e shpallën t'manitshmin foshnjë, engjëjt soditin mbretin mbi fron. Shpëtimtar i denj për gjitha lavdrimet, për her i lumtur popull